Mbrëma të nderuar shikues, takojmë me të pashoq si çdo javë do të jemi së bashku në dy hapësira të dedikuara të një pasnjëshme për të analizuar aktualitetin politik, por jo vetëm. Këtë herë fokus veçantë do të kemi edhe tek drejtësia me lëvizjet dhe proceset zgjedhore të rëndësishme që janë zhvilluar e do të zhvillohen aty referuar BKH-s dhe SPAK-ut, por për këtë do të jemi në një panel të dedikuar në pjesën e dytë. Në pjesën e parë do të rrim tek aktualiteti politiko-diplomatik që po shoqëron sot në të katër anët globin. Do të cekim ngjarjen në Shqipëri, do të jemi me rajonin, por edhe me lëmshin që po shkakton presidenti amerikan Donald Trump në Europë, por jo vetëm. Me mua në studio, analisti i mirënjohur i gjitha çështjeve, por ekspert më shumë në rajon, Mentor Nazarko. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, vetëm që nuk ndihemi pa shoq. Kjo është. Po pse? Se di, se në fakt nuk jam si thosh analizuar veten në krahasim me të tjerë që pastaj kualifikohem me pashoq. Pashoq është shumë e gjerë pastaj. Tani, e nisim me një lëvizje shumë të fortë dhe me një super lajm të këtyre ditëve ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku administrata atje miratoi dokumentin e sigurisë dhe duke i si një paralajmërim për zhdukjen e qytetërimit në kontinentin e vjetër. Një luftë tashmë e hapur mes SBA-ve dhe Bashkimit Evropian po përshkallëzohet dita ditës. Çfarë ishte ai dokument dhe pse tani? Po, e para për ta kuptuar domethënien e atij dokumenti, duhet të dimë që dokumentet të tilla janë si lloj bible e veprimit të çdo presidenti amerikan. Pra miraton çdo 4 vjet, përgjithsisht në vitin e parë të mandateve të tyre. Dhe pra duke ditur këtë gjë, atëherë do duhet që të imagjinojmë që ky dokument ka stampën, ka fytyrën, ka personalizimin e këtij presidenti. Natyrisht, ky është elementi i parë i kontekstit, por ama elementet e tjerë të kontekstit që janë dobishëm për ta kuptuar atë janë që ky është një mandat presidencial i cili po zhvillohet ndërsa po mbyllet ose po tentohet mbyllet konflikti në Ukrainë. Pra atëherë ka elemente të cilat reflektojnë të orientimin kohë dhe në hapësirë të këtij presidenti përkundrejt këtij konflikti. Së treti, ai reflekton atë që ka qenë në fakt dokumenti kryesor republikan për presidencën, i cili zakonisht përgatitet nga think tank të rëndësishëm, është një që quhet Heritage Foundation apo Projekt 2025, ato ishin tezat cilat Trumpi i ka thënë gjatë fushatës tij elektorale, por dhe që i ka rimarr në mandatin e tij presidencial. Pra, nuk ka asnjë çudi, nuk ka kurgjë personale, apo si thua që është produkt 100% i mendjes i personalitetit Trumpit, por është produkti po themi i dizenjuar, një kostum i qepur sipas personalitetit, por në rastin konkret që po përdorim metaforën e kostumit, sipas trupit të Trumpit dhe që reflekton atë qendër pushteti, atë qendër interesash, grup interesash që është mbas tij. Domthon asgjë personale, just business në këtë rast? Më shumë kështu ngjan. Në kuptimin që kur bëhet fjalë për Trumpin. Është që në mandatin e tij të parë ai ka shprehur pak kënaqësi, për shembull, po marrim nga tezat kryesore të atij dokumenti, pak kënaqësi për mungesën e angazhimit të Bashkimit Evropian në pikpamje të shpenzime për mbrojtjen, në kuadër të NATO-s apo edhe më gjerë. Dhe pra në këtë kuptim ai ka vjueshmëri dhe ka arritur, është një dokument tani i cili u firmos, në cilin vendet evropiane zotojnë që do të shkojnë deri te 5% brenda 2030-s. Dhe pra këtë kuptim kemi vijim atë një politike apo të një qasje që ai ka pasur më herët. Së dyti, ai dokument natyrisht mban parasysh faktin që Trumpi synon të rezonojë me lëvizje, me parti politike të krahut të djathtë ekstremist në Evropë kontinentale apo dhe në Britaninë e Madhe, të cilat kanë tezat ngjashme me të dhe të cilat i fryjnë tezat ngjashme me Partinë Republikane me Trumpin vet, që i fryjnë rrezikut të emigracionit pa kontrolluar. Sipas tij, dhe këtu ai
në fakt kjo është e përbërësja fortë elektorale e mesazheve që ishin qoftë në hyrje të në atë tekstin hyrës apo shoqërues të dokumentit 55 faqesh, por edhe në teza tjera, pra ai rezonon, artikulon fuqishëm për frikën apo për rreziqet që vijnë nga emigracioni pa kontrolluar që mund ndryshojë edhe përbërjen etnike të shtetet e caktuara. Dhe këtu sigurisht na vjen mend për shembull përplasja që ai pati me kryetarin e Bashkisë së Londrës. Pra, Trumpi në këtë pjesë pra artikulon apo shumë fishon ato që janë frikrat e opinionit publike, zakonisht stresës varfër dhe të mesme që të shkojë emigrantët po vinë, ata po kontrolluarit, po na marrin punën. Natyrisht ai rezonon dhe me atë që këta të majtët kanë qasjen pro-emigracion dhe janë liberal me dhe në shtetësive, kështu që duan të krijojnë një bazë elektorale të sigurt nga këta që marrin shtetësitë. Pra kjo është një përbërëse që spikaste, ishte spektakolare në këtë dokument, por në ndërkohë nuk duhet mohuar që ai reflekton dhe një qasje të re marrë në tërësi, një qasje të re në raport edhe me presidentët të tjerë republikan dhe me paraardhësin e tij demokrat. Janë disa shtylla në cilët është i përqendruar ky dokument. Së pari ai flet për një hemisferë perëndimore në cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të fokusohen, të përqendrohen duke parë atë si një zonë influence në cilën duhet kufizohet, duhet reduktohet maksimum influenca e faktorëve të tjerë. Ka një fill tjetër lidhës i cili ngjan se i referohet Kinës, pra rreziku kinez konsiderohet si më iminent. Por krejt ndryshe nga një pjesë e madhe e kolegëve të mendoj se dhe komponentja antiruse aty është e fortë. Natyrisht për shkak të asaj veprës madhe ndërmjetësuese në cilën ai ka hyrë midis Rusisë dhe Ukrainës, afërmend që ai po tenton që të afrohet me Rusinë në mënyrë tillë që të arrijë sukses për atë që është objektivi i tij i radhës, që është mbyllja e konfliktit me çdo kusht. Pra duhet një paqe, duhet një marrëveshje, qoftë edhe pa drejtë, por që të mbyllet konflikti. Kështu që është një dokument për cili flet për Amerikën e kësaj dekade, që është një Amerikë e re, e cila nuk merret nuk imponon modelin demokratik në vende në cilat dhe kanë dështuar para se Trump ta zëmsi ato revolucionet që tentuan të imponoheshin në Afrikë, nuk tenton pra të ndryshojë regjime me forcë, nuk përfshihet në nivelin e demokracisë, kritikat për zgjedhjet e tjera, shpall do kartelet e drogës si rrezik i madh ndërkombëtar, rrezik i madh për Amerikën, dhe afërmend pra që flet për një Amerikë të re, për një botë të re në cilën nuk ka asnjë shtet tjetër që të jetë dominant. Do ndihet qartë frika nga Kina, ai është, po themi, elementi kryesor në atë dokument. Tani, reagimet shumëta ka pasur këto ditë nga udhëheqësitë e Europës, Bashkimit Evropian, me tona shumë forta, për shembull ishte fundmi reagimi edhe i kancelarit gjerman Merz, se nuk kemi nevojë për amerikanët që të na shpëtojnë demokracinë në Europë. Tani, për ironi të fatit në këtë debat, gjitha mediat e huaja shkruajnë dhe konkludojnë në një pikë përbashkët kur pyesin kush është sot njeriu më i fuqishëm në Europë, dhe ai është Donald Trump. Po, kjo është e vërtet. Nga një moment, se ai që kemi parë në fund mandatit të parë Trumpit në të 2020-s, kur udhëheqësit evropian me një farë kuptimi dhe bullizonin apo talleshin me të, sot ata të gjithë janë vendosur rresht përpara tij. Dhe kjo duk në një takim shumë palësh që zhvilluan në Shtëpinë e Bardhë, ku ai qëllimisht kishte zgjedhur të rrinte tek ajo tavolina e vet, ndërkohë që ata me diferencë në mënyrën e uljes ishin udhëheqësit evropian. Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë imponuar nëpërmjet këtij lloji presidenti atipik, kanë imponuar një autoritet të ri. Por nuk bëhet fjala thjesht dhe vetëm për atë personalitetin e tij individual, por për një politikë të re amerikane, e cila synon pra të afirmojë primatin amerikan në botë nëpërmjet fokusimit tek energjia. Po dakord, po si duhet i qaset
Europa, Bashkimi Evropian, ai thotë, Trumpit dhe kësaj Amerike të re. Në qoftë se doni mbështetjen time, duhet harxhoni për mbrojtjen. Kjo është një tezë e arsyeshme, në cilën për hir të vërtetës ai ka formuluar për herë të parë në summit NATO-s në Londër në 2000. Po pra, se kjo është e vjetër, do ky objektiv është por tani është thënë herët. Po por tani në konfliktin Rusi-Ukrainë u bë më e dukshme kjo gjë, e para e dyta ju përmendët atë kancelarin gjerman i cili reagoi më shumë. Gjermania është fuqia më e rëndësishme, po shndrohet fuqia më e rëndësishme ushtarake e Evropës. Përmendët atë dhe në dokument, në fakt, po ashtu përmendet Gjermania nominalisht, sepse çfarë ka bërë Gjermania, e cila është një vend me industri mekanike shumë të zhvilluar, por që ka mungesë të madhe burime që vijnë kryesisht nga Rusia. Jo thjesht vetëm gaz e naftë, por edhe minerale të tjera. Trumpi bën këtë krahasim. Nëse ju thotë keni harxhuar më shumë për të blerë gaz rus drejt për drejt ose indirekt, më shumë se sa ndihma që keni dhënë Ukrainës, atëherë mos pretendoni që të mbani këtë qëndrim që mbani edhe ndaj Amerikës dhe ndaj Rusisë, sepse ju për shembull nuk është sekret fakti që Gjermania e gjendur në vështirësi nga embargo, nga sanksionet ndaj Rusisë, e mësuar me furnizimin rus me gaz dhe me naftë, është detyruar që të çojë stabilimente të rëndësishme të industrisë kimike në Kinë, ku gazi rus vjen për shkak se Kina nuk është pjesë e këtyre sankcione. Pra, Trumpi është kritikizmi i tij ndaj Evropës ka një përmasë elektorale, pra ai do të mbështesë këto partitë sovraniste, nacionaliste, ekstremiste të djatha, dhe këtu e tepron sigurisht me kritikën që bën për nivelin e demokracisë në Evropë, por një pjesë e mirë e kritikave është arsyeshme. Duhet vetëm një njerëz si ai që ka përcen ato limitet e politikisht korrektes për t'i artikuluar, sepse përndryshe askush nuk do guxonte që t'i formulonte aq fuqishëm dhe me aq ndikim. Natyrisht këtu ka një inkoherencë që më duket mua për te faktit që dikush po thoshte, po shikoj se Amerika është një vend i krijuar nga emigrantë, dhe ta ketë këtë frikën, po pa i thot për emigracion e pa kontrolluar. Amerika është krijuar po mbi bazën e emigracionit të kontrolluar përgjithsisht. Pra e ka si edhe në kushtetut, po edhe në legislacion, e ka stimulimin e mendjeve, stimulimin po themi atyre të ardhurve që mbushin tregun, universitetet e tjera. Po inkoherenca më e madhe mendoj unë në dokument është se, domethënë në një kuptim, ai thotë që kritikon Bashkimin Evropian në fakt, edhe kur referohet Unioni, pra kur referohet Evropës në kupton Bashkimin Evropian, i cili tenton të shkojë tek një model konfederativ, i ngjashëm me Amerikën që është në një kuptim konfederative. Por ama këto partitë e djatha që ai mbështet drejt për drejt, nuk janë parti që kanë vizion evropianist, pra nuk janë favor të konfederatës evropiane. Pra kjo është inkoherencë e këtij dokumenti, kurse pjesa tjetër pastaj janë leximet e atyre strategjistëve amerikanë, pjesë të ekipit Trumpit, siç u thash, janë rikonfirmimi të tezave që kanë qenë dhe përpara, ai ka artikuluar dhe në mandatin e parë, dhe në fushat, dhe janë të atyre të think tankut kryesor republikan. Tani, për të shfrytzuar kohën maksimum edhe për të ndalur vetëm tek piketat që kemi të planifikuara. Kalojmë tani tek Kosova, meqense pak ditë na ndajnë aty nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, zgjedhjet e reja që do të mbahen pas dështimit të parave për shkak të historisë që e dim se si shkoi, krizë thellë politike, institucionale etj. Si është procesi që do të mbahet me 28 dhjetor në Kosovë? Çfarë do të prodhoj këtë herë? Po, unë nuk pres që të vinë ndryshime të mëdha. Kjo mund të ngjajë kështu kasandriake, mund të ngjajë pesimistike, por nuk shoh ndryshim të madh në mentalitet. As tek njëri krah, pra tek qeveria e Kurtit, apo Kurti vet, apo partia e tij, dhe as tek opozita. Dhe madje as edhe tek opinionbërësit, pra tek elita e opinionit publik në Kosovë. Kështu që përpasoj nuk pres ndonjë ndryshim të madh. Natyrisht
në atë mjedisin publik qarkullojnë disa teza, disa nga ato inskenime, disa krijime, të cilat synojnë që ta dobësojnë opozitën, të thonë shkoj ju doni të bashkëpunoni me listën serbska, etj, që janë instrumente propagandistik të konsumuar, por nuk besoj që kjo do të sjellë ndryshim në orientimin elektoral dhe është zgjedhur pra 28 dhjetori me idenë që diaspora do të vazhdojë ta mbështesë fuqishëm Kurtin edhe fizikisht, por mendoj që dallimi, ndosë rezultati mund të jetë fotokopja e atij të shkurtit, dallimi që mund të kemi është ndoshta tek po themi koalicionet e mundshme. Ndoshta njëra parti e opozitës aktuale mund të jetë më e prirur të bëjë koalicion me Kurtin, por duket sikur ka një objektiv të nënkuptuar të këtyre partive të opozitës, domethënë që nëse ai shkon nën 40 deputet, atëherë ne kemi domethënë më shumë aftësi negociale, kemi shumë aftësi për të imponuar edhe për ta shmangur ata si kryeministër, sepse duket qartë nga faktori perëndimor që është vendimtar në Kosovë që ata nuk e duan më Kurtin në krye të një qeverie të ardhshme të Kosovës. Po sepse Kurti i ka zhgënjur jo thjesht amerikanët, republikanë apo demokratë, pra të dy administratët, dihen këto masat e forta, domethënë ndërprerja e dialogut strategjik, por i ka zhgënjur edhe ata që ishin mbështetësit e mëdhenj të azëm gjermanët, në fillim të viteve 2021, kur ai kur ka qenë Angela Merkel. Po, kur fitoi zgjedhjet, sepse Kurti në emër të një agjende kosovarocentrike, sepse nuk mund të thuash që është agjendë me frymarrje kështu panshqiptare. Domethënë, sprova më e spikatur e ishte përfshirja në zgjedhjet e Shqipërisë, ku dështoi, por pra zhgënjimi i perëndimorëve, më saktë i europianëve, edhe atyre që ishin mbështetës, është fakti se ai në emër të kësaj agjende sovraniste, po e quajmë, po jo sovraniste në atë kuptim që thot Trumpi kur referohet për partitë sovraniste, e ka ngushtuar hapësirën legale për veprimtarinë politike të komunitetit serb. Kjo është e para. E ka bërë këtë në mënyrë të pa koordinuar me perëndimor. E treta, nuk ka respektuar marrëveshjet të cilat sipas perëndimit, sipas Bashkimit Evropian kanë vlerë legale. E katërta, nuk shihet, po themi, maturi brenda qeverisjes, por edhe në elitën politike që ta bëjnë Kosovën si partner, si bashkëbisedues të besueshëm në një zonë si kjo. Dhe mbi të gjitha me veprimet e veta, ky është emëruar si përbashkët i pakënaqësisë dhe amerikane dhe europiane, me veprimet e veta ka rritur shanset, ka rritur premisat për konfliktualitet në linjën Kosovë-Serbi. Ky konfliktualitet, një lloj si, po themi, si një smur, që ka një plag të hapur. Në atë plag janë rreziqet më të larta për infeksione, që vijnë nga jashtë. Dhe sipas leximit perëndimor, ky njeri krijoi plag në organizmin politik shtetëror të Kosovës, në cilat kishte rrezik për ndikim rus. Konfliktualiteti përprodhon apo thith apo fton në skenë lojtarët e huaj. Dhe ky është shqetësimi që ka bërë që perëndimi të jetë më i ashpër me Kurtin, domethënë përkatësisht me Kosovën, që është krijesa e tij, më i ashpër se sa me Serbinë, cila në një kuptim është në një lloj kontrolli perëndimor. Kush nuk e kupton këtë është miop, sepse nëse Serbia do të zgjidhte dhe do të jetësonte një skenar ekstremistik, domethënë pra një lojë ekstremiste në rajon, ne do të kishim njëkohësisht kriza në Maltozi, në Republika Srpska, domethënë Bosnjë, në Maqedoni apo dhe në veri të Kosovës. Serbia e sotme
ka qenë e kushtëzuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht nga dikur ishte ambasadori Hill, me cilën pata mundësi që të shkëmbeja disa ide bardhje, dhe ajo Serbi që shohim sot e kapluar dhe nga protestat e studentëve, në cilat ka përbërse deledash, domethënë të çuditshme, ka anti-europian, ka pro-rus që janë kundër Vučićit, një Serbi e cila megjithatë është Serbi që jep armë Ukrainës, dhe madje përdor aeroportin e Nishit si po themi si stacion ndalimi për avionët që me furnizimet ushtarake që vinë nga Amerika drejt Ukrainës. Pra, është një Serbi hermafrodite, me qëndrime shumë ngjyrëshe, por që nuk i ka krijuar në një kuptim, nuk i ka krijuar problemet mëdha, apo që nuk e zhgënjen perëndimin në përgjithësi, ndërkohë që Kosova që është krijesë e perëndimit, e çliruar, e krijuar edhe si shtet nga perëndimi, është duke krijuar ama këto telashe që të cilët janë thënë dhe janë stërthënë, dhe edhe sot, megjithë që mund të pranojmë që Kurti, për shembull, faktën më mbështet në atë që duket, vendosi rendin veri, realizoi një tranzicion të qetë të pushtetit lokal nga kryetar shqiptar te kryetar serb, prapse nuk ka shenja që do të hiqen sanksionat. Po opozita në Kosovë, si ka lëvizur këto kohë, sepse rezultati i zgjedhjeve tregon shumë. Më saktë duaj që të më analizosh këtë pjesë edhe referuar frymës që vjen nga Haga, nga ish-krerët e UÇK-s, Thaçi me të tjerët. Në elektorat është reflektuar një lloj rritje në radhët e opozitës për kthyer në vota, nga ana tjetër ka rënë lëvizja vetëvendosje e Kurtit. Si e ke pritshmërinë për në vazhdim? Sepse sidoqoftë të dyja palët duket sikur janë aty dhe asnjë nuk po shkëputet fuqishëm. Po shikoni, opozita ka qenë stilin e Kosovës, ka qenë po them sjelljen elektorale të Kosovës, që mos me votuar udhëheqës populist, karizmatik. Kurti ishte prish i kësaj rregulle, dhe këta udhëheqës që kanë qenë në krye të LDK-s, PDK-s, më pak AK-ja dhe nisma të cilat nuk kanë ndryshuar udhëheqësi, nuk kanë patur qartësi strategjike. Domethënë, ata Kurti ka tërhequr me mjeshtri në një lloj gjuhe, në një lloj modeli të sjelljes politike apo të komunikimit politik edhe ndërkombëtar, në cilën ai është mjeshtër, edhe për të manipuluar me opinion publik, dhe në atë kënd në cilën të ringut, në cilën ai ka tërhequr, ai ka mundur ato. Për shembull, për ta thjeshtuar, në momentin kur ai e ka kthyer një pjesë të madhe të komunikimit të Kosovës nëpërmjet qeverisë, nëpërmjet tek lufta, pra te 99-ta, tek Serbia, tek krimet e Serbisë e gjithë tjerë, dhe jo tek e ardhmja, atëherë opozita, dhe kështu ka rezonuar me pjesë të popullsisë që ka të vrarë, që ka të shtukur, që ka të dënuar, opozita nuk ka ditur të ofrojë një narrativ alternative, të projektuar ka e ardhmja. Kjo është e parë. E dyta, ata që ishin udhëheqësit që mund ta frenonin atë janë në Hagë. Dhe kështu që në rrethana të tilla nuk ka zënë vend tek elektorati, as dhe propaganda apo komunikimi mbështetur mbi mos realizimet ekonomike të Kosovës, domethënë nën qeverisin e Kurtit. Pra fakti që investimet publike kanë rënë, fakti që s'ka investime të huaja, fakti që nuk ka projekte të realizuara të mëdha, por edhe kur opozita flet për këto nuk rritet elektorati. Ju thatë që ka rënë Kurti, nuk ka rënë. Unë mendoj që ka rezultat shkëlqyer. Do rezultati i Shkurtit 2022, 2025 ishte pak a shumë i njëjti me atë të 2021-shit. Domethënë të kesh një rezultat, pasi nuk ke bilans elektoral, pra s'ke realizime me përjashtim të një qasje subvencionale për studentët, për të papunët, për pensionistët, që ka karakter vetëm asistencial. Do t'japim 100 euro në fund muajit
fund vitit për pensionistët, do japim ndihmë për të papunët, që janë politikat majta, por që nuk kanë nxitur fuqinë blerëse. Kosova është duke përkeqësuar ekonomikisht. Pra, Kurti, duke patë këto, askujt nuk mund të shkonte mendja se Kosova në 10 vjet parë, se Kosova do të kishte këtë trajtim nga Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në një mënyrë të çuditshme, do të thonë, populli është duke pranuar si diçka normale këto. Kjo është e frikshme. Sigurisht ka një ndryshim brezor, brezi që ka lindur mbas luftës, nuk e ka këtë vetdijen, nuk e ka sensin e mirënjohjes ndaj Perëndimit, ndaj Amerikës, se kjo është arsye pse tek ajo pjesë Kurti ka votat, por siç u thash, pra nuk ka shenja, nuk shoh udhëheqës, të cilët mund të bëjnë ndryshimin e madh. Natyrisht, vetmja spirale shprese mund të shihet në atë që çdo parti e opozitës do të mate mirë para se të shkonte me Kurti. Do shkonte me Kurti vetëm nëse Kurti nuk do ishte kryeminist. Kjo është kërkesë e perëndimore e amerikanëve posaçërisht. Ose nuk shoh shenja që të kemi një qeveri të opozitë. Po edhe nëse do të kemi, prandaj situata është e trisht, do të është, po flisem me një psikolog të madh kosovar që në fakt është mik i Kurtit, doktor Afrim Bluta, i cili thoshte gjendjen duhet ta shohim me lentët e post-pesimizmit. Do të thonë situata, sepse çfarë do thotë kjo, dhe sikur të krijohet qeveria, duhet bëhet marrëveshje për marsin, kur zgjidhet presidenti, sepse në atë papikurinë e përgjithshme, unë përdor një term, do të thonë që e kam stërholluar, e kam konstruktuar për ta përshkruar gjendjen, ose mënyrën se si sillet elita apo Kosova, të papikurit përgjithshme, gjykata kushtetuese ka marrë vendim në 2012-ën, sipas të cilit, ose në 2011, sipas të cilit kur votohet për presidentin, duhet patjetër që kvorumi për votimin e parë, që është 2/3, domethënë 80 deputet, të jenë patjetër në sallë. Ky është një objektiv që duke patur parasysh si është i konfiguruar skena politike, sa vota ka PDK-ja, LDK-ja, VV-ja, AK-ja, Enisma, dhe Lista Srpska është i pamundur pa kompromise. Pra, sistemi imponon kompromise, kompromiset nuk duken. Dhe atëherë mundet që Kosova të vijojë me një krizë e cila i ngjan në dukje krizës që ka ta zënë Belgjika, po Kosova nuk është Belgjika. Nëse Belgjika ka institucione, është shteti konsoliduar etj. Pa situata nuk është shumë shpresdhënëse. Okej. Vim në këtë çorbën tonë në vend. Po. Kemi mbetemi në politik pa i hyrë hallëve të drejtësisë. Kemi një opozit, një parti demokratike që tashmë duket se është ndarë sërish me dy fronte, me dy koka tashmë. Kemi nga njëra anë Sali Berishën, nga ana tjetër në tentativë Ervin Seliani për një lëvizje, nuk e dim se si do të jetë fundi. Nga ana tjetër një super mazhorancë e konsoliduar, pavarësisht një problemeve që ka dhe që në parim opozita duhet ishte fatlume, duhet i shfrytëzonte maksimalisht. Si e sheh këtë? Po, edhe kjo jona, domethënë e Shqipërisë nën është situata trisht, në cilin kuptim. Do ishte trisht nëse s'do të kishte, kjo është elementi më pozitiv i kësaj skene, nëse skenës së Shqipërisë, skenës politike së Shqipërisë, nëse do kishim lajmin apo perspektivën e qartë apo thuajse të qartë të integrimit evropian. I cili nuk është diçka me karakter propagandistik, është praktikisht një objektiv apo është një arritje e cila ka karakter të rëndësishëm gjeostrategjik. Që Shqipëria të arrijë para Serbisë, të hyjë në familjen europiane është një arritje e madhe kombëtare. Kështu që nëse s'do kishim këtë lajm, pra që ky objektiv ngjan i afërt, fal që kjo qeveri me gjithë problemet po i kryen këto detyrat e shtëpisë që lidhen me negociatat, në fakt edhe me modernizimin e shtetit, tani fillojnë problemet, ne kemi hapur gjithë kapitujt, por tani do verifikohet në konkretisht se sa modern jemi,
për pronën, për bujqësinë, për ndotjen, për incineratorët, se për politikën e jashtme shkëlqejmë. Ama është situatë e trisht sepse nuk kemi rotacion. E para. E dyta, opozita që është përballë, siç e butër edhe ju, nuk ofron alternativë. Domethënë, u takuam me Kris Hillin, i cili e mbante më të Berishën në 91. Tani Hilli pasi ka shërbyer në gjithë ato vende, dohën Poloni, në Kore, në Maqedoni e tjerë, del në pension dhe vjen gjen krye të opozitës zotin Berisha. Kjo përpjekje që po bën Saliani është e mirë po nuk duket që as ajo të prodhojë energji të re. Sepse mendoj që nuk Saliani vetë s'dihet se nga se kushtëzohet, nuk tregon vendosmëri apo ta zëm apo njëjtën vendosmëri në fakt, që ka treguar kur ishte me Bashën dhe vran babaj, Pra, nuk po shihet kjo. Natyrisht ai justifikon me atë që ky është i zgjedhur etj. Por nuk shoh që ai të rezonoj në popullsinë e gjerë apo tek elektorati demokrat në një shkallë të tillë që të mund të shihnim ndryshime brenda Partisë Demokratike. Pa folur që partitë opozitare ka nevojë për financime, në mënyrë tillë që të ruajnë atë standardin e funksionimit, të jetës tyre të brendshme, të propagandës, ta ruajnë në mënyrë stabile, Dhe nuk ajo është një parti private. Është parti e zotit Berisha, kështu që Saliani kur nuk unë e shoh totalisht pamundur që ai të arrijë diçka, domethënë me përjashtim. Ka bërë ende qartë sepse te protesta e SHN-s e Berishës para kryeministrisë ai ishte i pranishëm për shkak. Po, me përjashtim të ndoshta ai taktikisht. Ndoshta s'ka as objektiv, po. Po ndoshta s'ka atë objektiv, se tani shtihem fallë në dy nëse me të pashoq. Përfitet si kandidaturë për kreun e PD-s përballë Berishës në prill për shkak të bëhen zgjedhjet. Nuk besoj që ai mund ta bëjë gjë të tillë, se kështu e regjistron veten atë. E ka të pamundur të fitojë, thua. E ka të pamundur të fitojë. Nder Berish do t'i bënte atë gjë. Po mendoj që ndoshta ai synon të marrë nga këto detyra të rëndësishme, domethënë, çka kam unë nuk shoh asgjë të rëndësishme, por për konvencion, në kryetari i partisë apo kryetari i grupit parlamentar s'mund të bëhet. Kështu që mendoj që ai synon të hyjë tek ajo lozha e ngushtë e njerëzve afër Berishmi, po kjo nuk është cilësi e re. Nuk është cilësi e re. Unë kam besuar gjithmonë, edhe nuk është që e mbështes kështu në fantazi, që një parti e re me figura të reja mund të harxonte qeverinë Rama, mund të harxonte Rama. Mirë po, kjo PD ndoshta, siç ka ndodhur me gjithë partitë e lindjes, se kur Rama mori Berlinit, u krijuan, do vendos pluralizmi, u krijuan parti të reja antikomuniste në gjithë lindjen. Nga 1990 e këtej, të tëra janë zhdukur ato, nuk ekzistojnë më. Ja kriju parti të reja. Vetëm kjo, Partia Demokratike vazhdon të ekzistojë. Ndoshta ka mbaruar cikli asaj partie, kështu që. Domethënë, po pse nuk ka zgjidhje, thua ti, nuk ka. Po tani pse do ta presim zgjidhjen patjetër? Domethënë po do mbaroj me Berishën, po themi? Po ai ashtu ka zgjedhur ai që domethënë nuk shoh shenja, unë mund fantazoj. Vetëm kur tik Berisha thua ti, mund të shpreh, por shiko, e keqja është non grata, ka karakter familjar, se po të ishte që s'do kishte karakter familjar, unë mendoj që Partia Demokratike mund të udhëtojë më mirë e bija e zotit Berisha. Sepse ka ekspertizë për punët e shtetit, të shuriste, e cilësisë lartë, etj., ka eksperiencë në UNMIK, pra mosh e re, domethënë jo, nuk ngjan kështu populiste, se sa ai. Domethënë, po ai i dominon për ata që ka ato udhëheqësim, i dominon intelektualisht, i dominon për eksperiencën e madhe që ka këto në 35 vjet apo edhe ato para 35 vjet. Por ai nuk është kandidaturë fituese, ai është në mënyrë të pavullnetshme është investim më i madh i Ramës në krye të PD-s. Domethënë,
Rama është njeriu më i lumtur që ka një opozitë të tillë, ndërkohë që siç po ndodh fakt edhe në Serbi, vështirësitë më të mëdha qeveria Rama i ka patur me studentët. Pra, studentët cilët nuk kanë hipoteka nga e kaluara, cilët nuk kanë pra se ku atakohen, pavarësisht asaj që ishin shumë ngjyrësh në atë prejardhjen e vet politike, ata e vunë në krizë serioze qeverinë. Kështu që nëse bie kjo qeveri, megjithëse edhe kjo është një tezë e njohur, aksiome e njohur, thuhet që shko, zakonisht nuk fiton opozita, po bie qeveria. Pra kjo qeveri mund të bjerë vetë për shkak të skandaleve apo krizës, apo ku diun goditjes nga spaku, apo ku diun se çfarë. Po jo nga kjo opozitë. Vetëm atëherë do të ndodhë rotacioni, thoni ju në thonjza. Kështu ka qenë, nuk ka fituar opozita. Domethënë, për shembull, në 2005 ishte përçarja brenda Partisë Socialiste, krijimi i LSI-s nga Meta që domethënë rrëzoi Partinë Socialiste. Dakor, po këtu hodhën në treg edhe alternativa të reja për shembull, që populli mund të kishte përqafuar. Janë në rritje ato janë në rritje, por dy partitë kryesore kanë zgjedhur një sistem elektoral që i maksimalizon votat e tyre. Natyrisht, këtu ka dhe diçka tjetër, por kjo është një temë e gjerë, që grupet e fuqishme të interesit ekonomik janë të investuara në vazhdimin e status quo-s. Se në momentin kur s'ke kjo situatë, kjo status quo u shet nga gjithë krahët, po themi edhe. Po krahët qendrona e konsoliduar. Krahët kryesorë, thash, ato që janë qendrat e pushtetit ekonomik. Grupet e mëdha ekonomike që kanë numër të madh punëtorë, që kanë buxhete të mëdha, ato janë të interesuar për status quo, ato kontrollojnë media, ato kontrollojnë edhe votat, kanë numër të madh punëtorësh që kanë lidhur jetën të ardhmen e familjes tyre me ato rroga. Ato janë të interesuar për status quo. Kjo është arsye pse kemi këtë gjendje që kemi pas 3 mandateve në krye të qeverisë nga ana e Partisë Socialiste. Je dakord kur thuhet që e vetmja opozitë që i ka mbetur këtij vendi, nëse mund të quhet kështu, në thonjza është SPAK? Po, SPAK-u është përpjekur me gjas edhe për shkak të asistencës ndërkombëtare të jetë të demonstrojë baraslarkësi midis opozitës dhe qeverisë. Dhe u mendoj që ka dëmtuar shumë qeverisjen e zotit Rama, po ndoshta në shumë kuptime sikur të mos ta kishte dëmtuar, dhe situata do ishte shumë e frikshme, se që është sot. Ka vendosur standarde të larta për funksionimin e drejtësisë, edhe të institucionet tjera, dhe se në prokurisë përgjithshme apo gjykata. Nuk ka arritur të imponojë moralitet të ri publik, ose moralitet të ri sociale, ose ta zëmë moralitet të ri në prokurimin publik, sepse prokurimi publik është hallka më e dobët, kush ka për SPAK-u për të vepruar, për të paditur, për të vendosur bankën e të akuzuar ministra, zëvendëskryeministra etj, por nuk po shoh që kjo po reflektohet në moralitet, po shohim frikë të zyrtarëve të lartë për të firmosur, por nuk po shohim megjithatë moralitet të ri. Pra që efekti SPAK-ut të ishte maksimal, duhet që të kishte pra ky ndikimi SPAK-ut në pjesën politike të amplifikojë nëpërmjet komunikimit me cilësi të mirë që edhe shoqëria të lëvizte. Po shikojmë për shembull që edhe këto partitë e reja dhe vetë PD-ja, e cila është e prekur nga veprimet e SPAK-ut, të i përdori arritjet e SPAK-ut kundër kundërshtarëve. Mirë po të ishte që këto bëmat të kosovarët, ose bëmat e SPAK-ut do kishin ndikim elektoral, atëherë Partia Socialiste nuk kishte marrë këtë shumicë që mori në 2025, pra duket sikur kemi edhe impirje të opinionit publik. Pikërisht. Tani ne për çdo gjë që na ndodh kemi si juri kryesore botën. Po bota ç'do thot, po bota ç'do bëj. A do na ndihmoj bota? Mos shumë ti referohemi amerikanëve në këtë, edhe pse aspirojnë bëhen
A e beson ti këtë teorinë që pas çdo gjëje këtu janë Amerikanët, ndërkombëtarët, po kjo lëvizje është e tyre, po prit se kjo deklaratë lexohet kështu, po prit se s'keni parë gjë akoma, ata nuk falin. Apo je larg se. Shiko, ne jemi një vend i integruar ndërkombëtarisht. Nuk jemi si Kosova, që s'është antare OKB-s, s'është antare NATO-s. Pa ne jemi edhe në këtë kuptim, ndikimi ndërkombëtar është i fuqishëm këtu. Natyrisht, ekziston një lloj pritshmërie si ajo që e kam pikturuar të shkrimtarët e realizmit socialist, pritshmëria të klasave të rrëzuara, të përmbysura me fitoren e Enver Hoxhës në 44, që prisnin çdo vjesht që do zbarkonin anglo-amerikanët, dhe kaluan 50 vjet atë nuk zbarkuan. Ekziston kjo pritshmëri, por faktori brendshëm është faktor kryesor në imponimin e rotacionit, nuk është faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar mund të përfshihet fuqishëm nëse i preken interesat e veta dhe nëse sheh që të plotësojnë dy kushte. Kushti i parë, ta zëm, që të ketë një alternativë individuale, pra një kandidat për kryeministër, që të jetë sipas gustove të tyre, dhe e dyta, ndryshimi të ndodhi në mënyrë sa më të qetë. Pra në momentin kur nuk plotësojnë të dy kushte, nuk shoh se si dhe pse perëndimi të jetë interesuar për rotacion në këtë vend. Sigurisht perëndimi që ndron brapa spakut, sepse spaku ka dy dimensione të fuqishme në veprimtarinë e vet. Një është krimi i organizuar, dhe në këtë dokumentin në cilin e hapëm emisionin, kartelet e drogës konsiderohen si rrezik nacional, konsiderohen gati ekuivalent me terrorizmin. Kjo është arsye pse Berisha që shënon grata amerikanët flet narkoshteti, kreu narkoshtet, se don të rezonojë me këtë ndjeshmëri amerikane për kartelet, për pastrimin e parave. S'ka lidhje fare kjo me kjo retorike amerikanëve, cilës i sinkronizohet dhe Berisha për shembull për interesin e tij me qeverisjen për shembull? S'ka këtu vend fare për... Jo, unë mendoj që ata po përpiqen që të ndryshojë, të kufizohet ky rol i krimit organizuar, të minimizohet pastrimi i parave, që të mos kushtëzoj ekonominë dhe pastaj edhe politikën, ose të kufizohet ai ndikim ekzistues pra i parave të pista. Këtë por nuk ka interes, edhe një herë, në doktrinën e re, po e quajmë doktrinë të Trump, thuhet qartësisht që ne nuk do të përfshihemi në ndryshime qeverisjesh, sistemesh, do të dialogojmë me ta, do ndryhojmë vetëm kur shikojnë që preken interesat tona. Kështu që mendoj që me këtë i vura një lloj kapaku asaj pyetjes tuaj për përfshirjen ndërkombëtare. Jo. Pyetja e radhës është kjo që Edi Rama për shembull gjithë këto vite qeverisja është kujdesur që të ketë një PR të mirë në arenën ndërkombëtare, ka tërësisht dhe kjo edhe nga kritikët më të mëdhenj të tij njihet si merit. Domethënë dukja në arenën ndërkombëtare, domethënë shihet me një sy tjetër Shqipëria, po nga ana tjetër paralelisht, sidomos kohët e fundit, ne kemi parë shumë shkrime, artikuj të rëndësishëm nga media të rëndësishme botërore, perëndimore që e godasin keq qeverinë, imazhin e tij. Shkoni, nuk ka arritur vetëm me komunikim të krijojë një imazh caktuar. Unë mendoj që pozita ndërkombëtare e Shqipërisë është fuqizuar shumë. Okej, imazhi ka efekte mirëbërëse. Zëmë rritje e turizmit është dhe produkt i ndryshimit imazhit. Nëse Shqipëria do kishte një imazh të keq, ata turistët europian, borgjez, mikroborgjez, shtrese varfër, shtrese mesme, do vinin në Shqipëri. Pra, është imazhi, por ama ka dhe një rritje të subjektivitetit ndërkombëtar të Shqipërisë. Ku duket kjo? Ka të dhëna empirike, domethënë, as mund të imagjinoj për shembull që të mblidhte Shqipëria të bënte samitin evropian. 50 kryetarë shtetesh e qeverisht mblidhen në Shqipëri
pak më përpara se summit BE plus vendet e Ballkanit. Pastaj vizitë presidentit francez, pastaj janë shumë Shqipëria është bërë lloj destinacioni ndërkombëtar. Nuk është turizëm summitesh, po është diçka që tregon që Shqipëria është rritur ndërkombëtarisht. Dhe kjo është gjë e mirë, pavarësisht se dikush mund të thotë po shikoj se nuk ka rotacione të tjera. Fakti ta zëm që Rama komunikon me presidentin francez në mënyrë miqësore, edhe në bazë auditore. Kjo është gjë e mirë për Shqipërinë. Unë mendoj që një nga shtetet e investuara fuqishëm që ta kontrolloj, ta devijoj sjelljen tonë shtetërore është Greqia. Greqia për shkak se do të mbylli përfundimisht me kapak të rënd gjithë atyre pretendime që ne kemi nga e kaluara, kundrejt saj, Greqia do dëshironte që ta kontrollonte politikën shqiptare. Por kjo miqësi, kjo marrëdhënie që ne kemi me Francën, na ndihmon që Greqia të mos jetë aq agresive sa çdo ishte, po të mos kishim aleat. Pra kjo lloj që po bën Rama nuk është thjesht e kufizuar vetëm tek imazhi, po dhe tek krijimi disa miqësive ndërkombëtare që janë të rëndësishme. Sa miqësi me italianët, me Melonin, me hebrejt, me izraelitët po doni, me ungarezët, me Orbanin po doni. Nuk janë të parëndësishme për një vend kaq të vogël si ky. E shehet gjatë këtë establishment? Do të na ndihmojnë amerikanët se rikthehemi edhe një herë për t'i dhënë fund të establishmentit, se shumë e lexojnë për shembull veprimtarinë e drejtësisë së re, se ka këtë objektiv për shembull. Po, e vërtetë është ajo. Unë mendoj që ky kahja e veprimit të SPAK-ut është për të goditur klasën e vjetër politike. Mirë po, këtu është i përqendruar loja politike e Ramës, i cili synon ta kapitalizojë në histori në favor të vetes objektivin e arritur eventualisht të integrimit evropian. Pra, ai të hyn historisë dikush që arriti integrimin evropian. Kështu që kjo është diçka që i jep pati frymarrje. Perëndimi, si thash, nuk sheh rotacion imediat, sepse nuk sheh një figurë alternative, nuk sheh dhe një ndryshim, një rotacion të zhvilluar në mënyrë të qetë. Kështu që ky është shansi i madh i Ramës, në cilën, si thash, ai ndihmohet edhe nga miq ndërkombëtar. Natyrisht, nuk ka asgjë të qëndrueshme dhënë një herë mirë për gjithmonë, as te qeveritë mike, as tek organizatat, për shembull, Bashkimi Evropian është vendosur në një krizë të fuqishme nga fjalët e Trumpit apo. Dhe ai ka nxitur në një mënyrë ose në tjetër te këto vendet anëtare, këto partitë të djatha, lëvizjet e djatha, kështu duket zgjedhje, kështu që gjithçka mund ndryshoj, por në këtë kontekst të brendshëm, sigurisht SPAK-u duket që ka qartë një mision të goditjes klasës së vjetër politike. Dhe këtë kështu ka qenë gjithmonë. Këto mekanizmat si SPAK-u, që është drejtësi speciale, domethënë nuk është drejtësi. Këtë qëllim kanë, po. Po ka karakter të përkohshëm, Pra, po, sigurisht mandat kufizuar. Krime specifike, këtë mandat ka për shembull duart e pastra në Itali. Çfarë bën në 10-91-shin? Goditën klasën e vjetër politike dhe majtas edhe djatha. Kështu që duket qartë dhe SPAK-u e ka atë objektiv. Tani, dua ta mbyll me një koment, sepse pyetje nuk është më shumë një koment. Nuk e di, një lajm që bëri xhiron e rrjetit këto 2 ditë për shembull me vajzën e presidentit Donald Trump, Ivanka Trump, që po lexonte 3 libra që e lidhnin me Shqipërinë, me shqiptarët, besoj e keni parë. 2 libra nga 2, në mos gaboj, 2 historian britanik, një me titull Shqipëria nga anarkia te identiteti ballkanik, tjetri Shqiptarët, një histori moderne, dhe libri Ismail Kadares, Generali i ushtrisë vdekur. E interpreton apo e përkthen në ndonjë mesazh këtë? Një prej këtyre librave për shembull flet shumë keq për Sali Berishën, kreun e Partisë Demokratike. Domethënë, ka një mesazh këtu underground? Ka lidhje fare, domethënë, nuk ka lidhje fare.
nuk besoj që ajo Ivanka do arrit ajo faqja ku flitet keq për Sali Berishën. Por mesazhi, për ta kuptuar mesazhin duhet shkojmë ta lexojmë çfarë është Ivanka. Ivanka është e shoqja e Jared Kushner, apo Kushner, që është ndoshta nga këta politikanët, ai nuk është politikan në rol, por biznesmen më shumë. Jo, është njëri që po bën paqe në Ukrainë, është njëri që po bën paqe në Gaza. Sa të ka zgjedhur Trump. Është por është dikur kishte rolin e këshilltarit edhe formalisht, por është dikush me shumë ndikim te presidenti Trump. Edhe për koincidencë, për fatin ton të mirë, pse them për fatin ton të mirë, sepse për të marrë vëmendjen e mbretit botës, që është Trumpi, armiqtë tanë historik, ta zëm serbët, janë duke hedhur shumë para nëpërmjet lobimit. Po. Shumë para. Dhe për fatin ton të mirë, madje edhe po dështojnë, megjithëse kanë hedhur shumë para, kujtoni vizitën e anulluar të Vučićit në. Dhe ne, për shkak të një vendimi të Ramës për t'i dhënë këtë Sazanin apo në Voselën apo zonën tjetër, Zvërnecin, kemi ngjallur këtë interes, domethënë të këtij individi apo të kësaj familje si investitor. Kur Trumpi ishte president, po ja që Trumpi u bë. Dhe kjo është e dobishme për ne sepse na siguron akses tek familja më e rëndësishme e botës, që është familja e president Trump. Mos harrojmë diçka tjetër që Ivanka, duan të thonë, kujtë e liga, shoqe bashkëshorte të djalit Sorosit. Pra, është një shkrim i Gainsbourimit që thoshte që familja e Jared Kushner, ose Jared Kushner është në biznes të mirë me Soros. Pra ja ku shikoni që njëri ose një familje, pjesë e familjes madhe, që ka e afërt me Ramën, por është e afërt dhe me Shqipërinë. Kjo është më e rëndësishme. Mendoj që mesazhi lidhet jo me Ramën, por ama edhe ai ka përfitimet e veta, por lidhet me Shqipërinë. Kjo është e rëndësishme sepse ne hapëm atë dokumentin, që është dokumenti i sigurisë kombëtare. Hajde ta krahasojmë atë dokument me çfarë është thënë përpara në presidencën Clinton, në presidencën Biden, ku thuhet që kjo Shtetet Bashkuara të Amerikës do mbështesin integrimin evropian të Shtetet Ballkanit, NATO do zgjerohet. S'ka nga këto, po të paktën kemi këtë vëmendje të Ivanka Trump për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Dhe e për ta përmbyllur se biseda shkoi tamam si të pashoq që qenkëshim, kombi shqiptar është një kombi i rëndësishëm në fatet e Ballkanit. Po është i rëndësishëm nëse luan në mënyrë të sinkronizuar ose të sintonizuar, si njëjtar. Dhe Shqipëria këtu në këtë sinkronizim ka rolin kyç. Deri tani nuk e ka luajtur si duhet. Po nëse do ta luajë mirë, koha është për shqiptarët. Dhe kjo është domethënia e saj, fotoja e postimi në rrjetet sociale të vajzës presidentit Trump. Falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësi. Faleminderit të nderuar miq, pashoj që rikthehet sërish me një tjetër pjesë kushtuar tërësisht drejtësisë. Të nderuar shikues, takohemi sërish në këtë pjesë për të fokusuar, sikurse e thash më herët, tek drejtësia. Është zgjedhur kreu i ri i Byros Kombëtare të hetimit të ashtu quajtur AFB-ja shqiptare, Joni Keta. Faktikisht procesi ka qenë deri diku formal, sepse dihej që ai do të ishte. Me 11 vota pro, asnjë kundër në Këshillin Lart të Prokurorisë, mbledhja u survejua, po themi kështu, edhe nga përfaqësues të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian. Për të diskutuar jo vetëm për zgjedhjen e kreut të ri të BKH-s, por edhe për garën për kreun e ri të SPAK-ut, pasardhësin Altin Dumanit, pasi të njëjtën do të nis edhe kjo betejë, pasi mbaron mandati i drejtuesit aktual, kam kënaqësinë të kem avokatin e njohur Edi Rama. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Joni Keta, kreu i ri i BKH-s, dihej faktikisht procedura deri diku formale ishte në KLP. Si është si figurë në krye të një institucioni shumë të rëndësishëm? E para duhet parë që pjesa e procesit ishte një proces goxha i gjatë, ku kanë marrë pjesë dhe kanë aplikuar shumë kandidatë, cilët
janë filtruar, kanë kaluar në fazë 2 një pjesë dhe më pas është dalë dhe është konkluduar me figurën ose me kandidaturën e Joni Keta. Pavarësisht domethënë pjesës individit të emrit, unë mendoj që më rëndësishme ishte procesi, gara dhe mënyra se si u trajtua gjithë kjo histori, duke i dhënë, mendoj unë, rëndësinë e duhur për zgjedhjes figurës. Eksperjenca nga disa nga kandidatët cilët kanë kandiduar për kreun e BKH-s, në këndvështrimin tim kishin eksperiencë, ishin njerëz cilët kishin kontribuar në drejtësi, kishin kontribuar më herët në pjesë të hetimeve për llogaritë prokurorisë dhe normalisht me konkludimin e kësaj figure them që Komisioni i Prokurorisë së Posaçme është fokusuar te të gjitha kriteret që përcaktonte ligji për zgjedhjen e kandidatit ose personit që do drejtonte BKH-n, duke marrë pjesën e personalitetit, pjesën e pastërtisë të figurës, pjesën e profesionalizmit dhe arritjen pastaj në një propozim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Faza e gjatë, filtri i zgjeruar i cilën SPAK e ka marrë në konsiderat, them që ka vlet më shumë se sa vetë fakti i propozimit të një emri, i cili normalisht do konkludonte me një proces të tillë dhe më pas KLP-ja do vendoste nëse e pranonte apo jo këtë emër. Duke qenë se KLP-ja ka votuar unanimisht, kjo tregon dhe ka dhe një siguri më tepër, mendoj unë, që figura e personit zgjedhur, kandidatit zgjedhur është një figurë e cila është në lartësinë e duhur për këtë institucion. Okej. Po, ndërkohë është folur gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë të paktën në 2 mujorin që Joni Keta ka qenë i komanduar në krye të BKH-s, që ishte kandidati i preferuar i kreut të SPAK-ut Altin Dumani dhe të gjitha lobingjet kanë qenë në shërbim të kandidaturës së tij. I hedhi dyshimin kjo procesit apo Shiko, unë mendoj që nuk duhet fokusohemi në diskutime se kush ishte i preferuari i njërit person ose i kryetarit SPAK-ut apo i komisionit, antarëve të tjerë të komisionit. Pse e them këtë? Janë përfolur dhe emra të tjerë gjatë gjithë kësaj rruge, gjatë gjithë këtij procesi që mund të ishin figura të propozuara ose të mbështetur nga një fraksion i prokurorisë së posaçme. Gjë që nuk rezultoi për shumicën e emrave dhe mendoj që nuk ka pse të rezultoj dhe për zotin Keta. Fakti që, siç e thash, filtrimi dhe procesi ishte i gjatë dhe i mirë menduar, pra duke arritur përfundimisht në një figurë, them që ka vlet në gjithë ato aspektin e kritereve dhe përcaktimeve që kërkon ligji dhe vendos ligji. Unë nuk besoj se drejtuesi BKH-s duhet të jetë patjetër një person i mbështetur ose një person i cili ka interesat lidhura me antarët të prokurorisë së posaçme. Pse e them këtë? Sepse BKH-ja në vetë organizimin e saj është një strukturë e cila pavarësisht se kush është drejtues, rolin në hetime kanë dhe vetë oficerët të cilët punojnë në varësi të prokurorëve të ndryshëm. Pra, edhe pse është një trup paralel me prokurorinë e posaçme, shumica ose pothuajse të gjithë oficerët e policisë gjyqësore, pjesë të kësaj agjencie ose agjentët e BKH-s më saktë, janë të bashkërenduar ose të lidhur me një nga prokurorët ose me disa prokurorë në hetimet e tyre. Dhe për mua më e rëndësishme në gjithë këtë proces është fakti se si është trupa në përgjithësi. Pra, ndikimi i drejtuesit do të ketë një rol të pranueshëm, por jo rol deciziv në mënyrën e funksionimit të BKH-s. Pra, gjithmonë koordinimi BKH-ja do ta ketë me prokurorinë e posaçme për hetimet e kryera dhe vendimet kryesore do t'i marrin në bazë të nevojave të hetimit të prokurorisë së posaçme. Kjo është paktën si e lexoj unë ligjin. Dhe prandaj them që emri ka rëndësi dhe nuk ka rëndësi, sepse në fund të ditës individët, agjentët e BKH-s në mënyrë individuale do bëjnë diferencën në hetimin atë çfarë do qytetari dhe në bërjen e drejtësisë, por gjithmonë në mbikëqyrjen e prokurorit apo në drejtimin e prokurorit. Kuptoj. Tani, nga ana meqense i një mirë edhe këto çështje, në reagimin e parë, për shembull, që erdhi nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha që u pyet nga gazetarët në konferencë për zgjedhjen e kreut të ri të BKH-s,
tha që nuk komentoj sepse nuk e njoh, madje ka qenë një artikull pastaj dedikuar i ish deputetit demokrat Muslim Urizi që tregonte se kush ishte Joni Keta dhe habin e madhe pse doktori nuk e njihte. Ishte reagim vërtet kështu naiv, vërtet Berisha nuk ishte informacion se kush është Joni Keta apo? Gjithë politika shqiptare ka pas dhe ka ndërhyrë, mendoj unë, brutalisht të një pjesë të drejtësisë ose të gjithë pushtetit gjyqësor në tërësi. Dhe fakti që zoti Berisha, po dhe politikanë tjerë, mbas edhe këta të pushtetit më tepër se sa opozita pak agjendor, është përpjekur gjithmonë që të ndikojë me forma ndryshme. Dhe sulmi që ata kanë bërë për prokurorët veçantë, për agent të BK-s veçantë, për struktura tjera KLP, KLG, apo antar gjykatës lartë, apo antar gjykatës kushtetuese, mendoj që duhet të ndalet në një moment dhe s'duhet të merren personalisht me emra të veçantë. Kritika ose diskutimi i këtyre politikanëve mund të ishte te produkti që ata kanë dhënë ose te çështjet të cilat ata kanë ndjekur. Kjo do të ishte më e frutshme, mendoj unë, se sa diskutimi për emra të veçantë. Pra, sado ta diskutoj zoti Berisha apo kushdo politikan tjetër, kryeministri, politikan tjetër, kjo është një çështje e cila është krejtësisht, mendoj unë, teknike. Pra, drejtuesi i BK-s nuk është një figurë politike, nuk është një figurë e cila nuk ka peshën e prokurorit posaçëm, drejtuesit prokurorisë posaçme, nuk ka peshën e një institucioni siç është ILD-ja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë apo institucione të tjera që mund të kenë vendimarrje dhe detyra të rëndësishme, ka fokus hetimin dhe ndihmën, siç e thash, fokusin që i drejtohet dhe kanalizimin e çuarës së produktit të hetimit te prokurori. Ky është fokusi i BK-s. Shumë politikanë kanë komentuar, shumica e tyre thash nuk fokusohen te figura integriteti, merren me çështje personale dhe kjo e dëmton drejtsinë, e ka dëmtuar më herët dhe vazhdon mendoj ta dëmtojë dhe në të ardhmen. Komenti i zotit Berisha në thelb mendoj që shkon në unison me gjithë ato qasje që zoti Berisha ka pasur ndaj prokurorisë posaçme. Ky është një diskutim i cili është i gjerë, që pse zoti Berisha ka të qëndrim, pasi dhe për pjesë të çështjes së tij, të cilën ka në prokuroritë posaçme, por gjykimi i një politikani mendoj nuk duhet varet nga çështje personale apo nga emra të veçantë, por duhet bazohet në merita, vlera, punë dhe integritet të figurave të caktuara të institucioneve ndryshme. Okej. Ndërkohë, të njëjtën më 11 dhjetor nis edhe procesi për garën e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK-ut pasardhësi Altin Dumanit. Në garë janë 4 prokurorë special të prokurorisë të posaçme. Si shihni këtë proces një në plan të përgjithshëm, sepse edhe për këtë zgjedhje shumë të rëndësishme ka pasur shumë informacion se shpogatuat ndoshta underground për të zgjedhur ato që se tani veç është i zgjedhuri apo i preferuari i amerikanëve, veç është i preferuari i qeverisë, i pushtetit, e kështu me radhë. Jam përfolur shumë emra, pra për çështje favorizimi apo kush janë preferuar, siç ju e thatë. Gara është e fortë, të 4 kandidatët janë kandidatë profesionistë me integritet, kanë ndjekur çështje të rëndësishme. Me radhë duke filluar nga zoti Adnan Xholi, nga zoti Brao, nga 2 kandidatët e tjerë, zonja Musabelliu dhe Gokaj, që është i 4-tit. Kanë pasur dosje të rëndësishme me peshë, çështje korrupsioni dhe çështje të krimit organizuar, në veçanti kanë trajtuar të gjitha rastet, gjithë spektrin që mbulon prokuroria e posaçme. Unë shoh që pavarësisht se janë përfolur dhe në këtë rast, emra të caktuar, jo i favorizuar i kryetarit aktual, jo i favorizuar i amerikanëve, kanë thënë disa, kanë përmendur dhe zonjën kandidate si të favorizuarën e Shtetet Bashkuara, por thjesht më duken si retorika apo si dëshira apo si orientime që qytetarët duan të influencojnë ose ata individ kryesisht me pushtet që duan të influencojnë në këtë garë. Mirë është që prokuroria posaçme Këshilli i Lartë të Prokurorisë që do ta zgjedhë kandidaturën,
mirë është që të fokusohet në platformat, mënyrat se si po kandidojnë, çështjet që ata kanë ndjekur, që është dhe më e rëndësishme, dhe kush do të jetë vizioni i tyre për drejtimin e 3 viteve të ardhshme të prokurisë posaçme. Nëse mbani mend në garën e kaluar, ku zoti Dumani kandidoi me zotin Kondili, ishte një garë e fortë dhe ishte edhe zoti Xholi, mos gaboj. Ishte një garë e fortë dhe ku secili kandidat shpalosi programin, platformën dhe pati dhe një interesim shumë të madh dhe të ambasadës amerikane, atëherë ambasadori amerikane, e cila vajti në procesin. Pati goxha presion. Patjetër. Hapur madje. Pati presion, u desh ndërhyrja ambasadës amerikane ose ambasadores personalisht që të ishte aty prezent, që të jepte mesazhin e saj dhe me një vot u nda kryetari SPAK fituesi. Them që duke qenë se edhe në këtë rast, atëherë ishin 3, janë 4 kandidat, është garë e fortë dhe duhet të jetë vot që do ndahet në preferencën se cilit kandidat i shkojmë favor votat. Duhet patjetër, mendoj unë, duke parë që janë në 11 antar KLP, duhen minimalisht 5 ose 6 vota që të kapësh atë shumicën absolute në rastin që kemi të bëjmë me 4 kandidat. Nuk besoj se dikush është më i preferuar, të paktën nga... Po pse nuk e beson këtë? Pse këtë herë, në momentin që herën e parë amerikanët ushtruan aq presionet, hapur fare, pse këtë herë do jenë kaq pasiv apo është tjetër? Jo, nuk mendoj që janë pasiv, thjesht janë më pak në dukje aktiv, ata kanë bërë punën e tyre, u duk dhe në këtë rast me prezencën që patën për kreun e BGH-s. Besoj do t'jem prezent dhe në rastin e zgjedhjes kryetarit. Ku mendon se kanë favorit ata? Jo, nuk e di, nuk mund ta them, por shoh që amerikanët dhe Bashkimi Evropian më të interesuar janë që të ketë një linjë, besoj favorizojnë atë kandidat i cili do mbaj linjën që ka ndjekur zoti Dumani. Për arsye sepse atyre ju intereson rezultati i reformës në drejtësi. Dhe një nga gurët, një nga arsyet pse reforma sot ka pasur rezultat deri diku, ka qenë vetëm prokuria posaçme. Sepse nëse flasim... Po kush është ky emër që do ndjek njëjtën, domethënë si provohet kjo që do ndjek njëjtën linjë? Bazuar në programin që do shpalos platformën apo si? Këtu do jetë, kjo është konjunktura. Pra ai person i cili ka më tepër lidhje mendoj unë me mënyrën se si ushtron veprimtarinë zoti Dumani, apo do ndjeki me platformë rrugën e zotit Dumani, mendoj që do ketë një mbështetje ose e ka marrë mbështetjen, se edhe këtë nuk e di, mund ta ketë marrë paraprakisht. Dhe tashti do jetë vetëm pjesa formale e votimit. Emrat sigurt nuk mund të them, nuk di, unë di vetëm këtë që të 4 figurat janë të rëndësishëm, janë prokuror të rëndësishëm me peshë, të cilët kanë mundësi jo vetëm të ndjekin një rrugë zotit Dumani, po kanë mundësi ta çojnë dhe një hap më te prokurinë e posaçme. Për shembull, unë do kisha interes të dëgjoja se si do trajtohen liritë e drejtat themelore të njerëzit për individ veçantë të cilët ndalohen në platformat që do ketë secili prej tyre, sepse kemi pas kryesisht masa sigurimi represive, pra arrest në burg në përgjithësi nga prokuria e posaçme. Nëse do trajtonte masa më të favorshme, flas për vepra penale të lehta, jo për vepra penale të rënda, të cilat kanë problematika. Kështu që në këtë aspekt do ketë interes dhe platforma tyre. Antarët e Këshillit Lart Prokurisë që do bëjnë zgjedhjen, dhe ata janë në lartësinë e duhur, sepse janë shumica profesionistë. Shumica prej tyre janë ish prokuror ose prokuror, cilët kanë qenë detyrë dhe më pas kanë kaluar në këtë institucion, dhe mund të bëjnë një vlerësim nëse janë të pandikuar politikisht për të gjetur kandidatin e duhur. Nëse pastaj ndërhyet dhunshëm politikisht, aty mund të kemi probleme në mënyrën se si do ndahet vota, në mënyrën se si do i shkojnë mbështetja njëri kandidat apo jo. Mirë është që politika, edhe pse ajo ka më tepër interesa në këtë situatë, për të minimizuar problematikat që ka ajo vetë, ajo do ndërhyjë më fort se sa mendoj ndërkombëtarët, amerikanët, Bashkimi Evropian. Tani, identitetin e të preferuarit të amerikanëve e bëret i pak a shumë, po të qeverisë, çfarë flitet, kush përflitet? Shpresoj te kandidatura, duke qenë se SPAK-u tashmë ka marrë prokuria e posaçme ka marrë një lloj forme, të ketë pasur sa më pak mundësim për ndikimin e futjes në garë të një nga preferuarve të qeverisë. Shpresoj që
të jetë ndaluar që aty hovi i pushtetit, i cili nuk ka interes që edhe tani kuptohet qartë që çështjet shumë të korrupsionit i shkojnë në gjykat me pushtetar në detyrë apo të larguar nga detyra, që ditë për ditë i shohin për korrupsion. Kemi çështje të mëdha, çështja e zonës Balluku, çështja e Akshit, një çështje shumë e madhe me tendera miliona euro, çështje të tjera të cilat janë këto më të fundit, më të rëndësishme që çështja e zotit Velie, shumë ngjarje e madhe e vitit. Të gjitha bashkë kuptohet që qeveria nuk e ka interesin që të kemi të njëjtën linjë ecje, rrugë siç ka bërë zoti Dumani deri tani. Pra do një kandidat i cili është më profil më të ulët. A është midis tyre të katërve? Dyshoj që ka një kandidat nga këta katër kandidat që të jetë në profilin ose në kërkesat e qeverisë. Them që të gjithë janë në një nivel më lart dhe për shkak të vetë formimit të mënyrës se si është gatuar tashmë prokuroria e posaçme, them që do kemi një 3 vjeçar tjetër të fortë. A do vazhdoj kjo rrugë apo jo? Kjo do të jetë një diskutim politik shumë i madh, do varet pastaj edhe fati i vetë prokurorisë posaçme, nëse do ketë jetëgjatësi apo do jetë për një periudhë të caktuar. A vazhdojnë të jenë fuqishëm në mbështetje të SPAK-ut, të BKH-s, amerikanët siç kanë qenë sipas teje, sepse ka pasur shumë teori kohëve të fundit. Herë ikin, herë vinë, herë kanë hequr dorë, herë janë rikthyer fuqishëm, herë aty kanë qenë gjithmonë. Unë them që vazhdon mbështetja e fortë e ndërkombëtarëve, Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht. Ishte edhe dëgjesa në Senat që u bë e fundit që kishte interes për mbarvajtjen dhe rezultatet e reformës drejtësisë Shqipëri, që kongresmenët kishin pyetje ndaj grupit i cili mbikëqyrte këtë situatë. Gjë që duhet bëhet edhe në Shqipëri, mendoj, të bëhet një analizë ku jemi me reformën drejtësisë, pse ka diferenca midis prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme dhe prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Dhe pjesa tjetër pastaj, përveç interesit që ata kanë të lartë, mendoj dëmtim që mund të ketë pas reforma në drejtësi nga ndërkombëtarët është mos pasje një ambasadori të zgjedhur në Shqipëri të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që është problematike. Pavarësisht diskutimeve për zonjën Kim, ajo ka pasur rol aktiv në kohën që ishte këtu dhe ishte mbështetje besoj për gjithë funksionarët e drejtësisë. Tashmë që nuk kemi një ambasador të zgjedhur, është pak situatë jo normale, po Departamenti i Shtetit e ka shprehur qartë që mbështet të gjitha nismat e pushtetit gjyqësor dhe bilemi ka vendosur kufi të qartë politikës 2 pushteteve të tjera për ndërhyrjet që ata mund të bëjnë në pushtetin gjyqësor. Kështu që fokusi është i madh, ata e kanë mbështet Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian me para reformën drejtësi, e kanë mbështet me trajnime, e kanë mbështet me të gjithë format e tyre dhe politikisht, dhe është kjo situatë që jemi sot. Them që prap ka nevojë për ndërhyrje të ndërkombëtarëve, ka nevojë dhe për përmirësime, por kjo do shikohet edhe në vazhdim të rrugës. Shpesh ata që janë shumë kritik për shembull, jo vetëm nga radhët e opozitës, ka edhe të tjerë për SPAK-un, për prokurorët e SPAK-ut, flasin për korrupsion, aty ka thonë prokurorë shumë të korruptuar që bashkëpunojnë direkt me qeverinë, me segmente të krimit e tjerë e tjerë. I beson ti këto akuza, domethënë ka edhe aty element të tillë, por nuk janë të gjithë, apo janë të gjithë me integritet? Këtë teori beson, meqense je edhe në përditshmëri të lidh puna me sistemin e drejtësisë? Shiko, ka pasur duhet të thonë e vërteta që ka pasur një diferencim, një shtys përpara të prokurorisë posaçme, krahasuar me mënyrën se si është hetuar më herët. Pra, ka ndodhur një kalim ose një hap i madh përpara nga ato çfarë ka bërë prokuroria posaçme. Dhe kjo është evidente, sidomos në aspektin e pushtetarëve, njerëzve të cilët kanë pasur pushtet, që deri dje janë menduar të paprekshëm. Dhe pikërisht këta persona, politikanët kryesisht, ankohen tani më tepër nga prokuroria posaçme se sa të tjerët. Dhe kur thuhet nga politikanët, nga çfarëdo lloj spektri, nga çfarëdo lloj ngjyre, se edhe pushteti, pavarësisht se opozita ka kritikuar pak më hapur dhe ka fol më hapur për prokurorinë e posaçme,
dhe politikanët e pushtetit ose të qeverisë i kanë kritikuar në tavolina jo publike, pra në tavolina më të vogla. Dhe kështu që e thënë nga këta, mendoj që nuk është për të besuar që aty ka korrupsion të madh apo ka situata problematike. Patjetër që ne kemi diskutuar, ju si media e keni diskutuar, dhe profesionistët që mund kishte nevojë për diçka për të bërë më mirë, patjetër. Për shembull, janë diskutuar faktet e vendosjes masave sigurimit të ashpra. Është diskutuar fillimet e disa procedime penale që lidheshin krejt me vlera, për shembull të ulta për korrupsion apo për çështje të tjera. Dhe kjo ishte diçka që mund të përmirësohej në të ardhmen nga prokuroria e posaçme. Fakti për cilësinë e hetimit të disa dosjeve. Dhe kjo ka qenë një kritikë që besoj është e frytshme, sepse i shërben drejtësisë në tërësi. Pra, prokuroria kryen një lloj hetimi, më pas dosja filtrohet në gjykatë dhe bëhet ai debati madh gjyqësor, pra të dy hallkat do të jenë të ndërlidhura që të bëhet sa më mirë çështja, të trajtohet sa më mirë çështja në të dy shkallët. Fakti, nëse flasim për korrupsion madhor, unë them që nuk është real, nuk mund ta kërkojmë te prokuroria e posaçme. Nëse flasim për prokuror që fshehin dosje, dhe kjo nuk është çështje që është e prokurorisë posaçme, ajo ka ardhur në një linjë, unë e kam parë që ka nisur me çështje me fakte dhe me prova të cilat kanë qenë më lehtë të gjendshme, pra ka nisur me çështje më të thjeshta, mund të themi, dhe ka avancuar hetimi deri në çështje më të komplikuara, qoftë për krimin e organizuar, që ka qenë plagë dhe është plagë e Shqipërisë, qoftë për çështje korrupsioni apo shpërdorimit të tyre që lidhen me zyrtarët e lartë. Të dyja këto raste kanë pasur avancim. Çështjet minore unë i trajtova, thash, nëse ka raste korrupsioni të cilat janë krejt pak konsiderueshme ose për specialistë ose për njerëz të administratës që ishin në nivele krejt papërfillshme, këto ishin çështje që as nuk duhet ishin trajtuar fare nga prokuroria e posaçme për mua, duhet ishin kaluar në jurisdiksionin e përgjithshëm, në prokurorinë normale. Por një pjesë i ka trajtuar SPAK-u dhe kjo ka qenë pjesë e përmirësimit të vetë strukturës, pra në ecje përpara ka trajtuar dhe disa raste të cilat mund mos t'i përkisnin fare. Në përgjithësi ka bërë punë të mirë dhe kjo duhet thënë, nuk duhet marrë nga politikanët vlerësimi SPAK-ut, prandaj e thash dhe në fillim, mirë që të kishim disa rezultate. Ku jemi me reformën në tërësi, ku jemi pastaj edhe me prokurorinë e posaçme në veçanti. Tani, po nëse do të bënim një bilanc për shembull 3 vjeçar të Altin Dumanit, cilat janë kritikat që do të jepje ti dhe që duhet t'i bëjnë ndryshe, t'i përmirësoj pasardhësi i tij për shembull? Mund të ketë disa kritika, në përgjithësi 3 vjeçari i zotit Dumani ishte një 3 vjeçar i fortë, një 3 vjeçar me dosje të nxehta. Një 3 vjeçar i cili vajti në maksimumin që as nuk pritej nga një prokuror tjetër, në këndvështrimin tim, pra kemi 2 zënës kryeministra të martë pandehur, kemi kryetar bashkie deri te kryetari i Bashkisë Tiranës, kemi, pavarësisht se kjo është merit jo vetëm e zotit Dumani, por bashk prokurorëve, kemi Mirë, po them kritikat se fundin e pandëshkueshmërisë tani në emër të kësaj Ja ta nisim nga arritjet, se ka disa arritje dhe të cilat vlen për t'u përmend, se është rast i parë, është rast unikal, nuk ka pas. Fundi pandëshkueshmërisë është pranuar nga gjithë. Po çështja është kritika. Jo, fundi, pra ti të bësh një drejtësi perfekte ose një zhdukje të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës, kjo besoj se është e pamundur dhe nuk është arritur. Po pra, Jo, e ka më tepër tek procesi. Për shembull, ka shumë kritik që flasim për masat e sigurisë për shembull, që e the edhe ti më herët, që mund të bëhet ndryshe. Apo çedime që në dukje mund të duken të vogla tekniko-ligjore, por që e bëjnë pis procesin dhe nuk mund të funksionojë formula që në emër të fundit pandëshkueshmërisë, që është një gjë shumë e madhe që pritej nga të gjithë, të çedosh në pjesë të tjera, sepse drejtësia e cunguar është drejtësi e munguar. Jo, patjetër, ne mendojmë në përgjithësi dhe në tryezat që janë zhvilluar për sa i përket reformës drejtësi, hetimi duhet të jetë një hetim i plot, një hetim gjithëpërfshirës, një hetim i cili të preki të gjitha aspektet dhe të jetë sa më i drejtë, duke ja respektuar të gjitha të drejtat atij personi, atij subjekti i cili po hetohet. Kjo është shumë e rëndësishme.
Pra në kushtetut ne kemi të përcaktuara lirit si bazën e kushtetutës, lirit dhe drejtat themelore të njerëzit. Këto duhet të jenë në fokus dhe të prokurorisë. Kjo ka qenë një nga kritikat kryesore, të paktën nga profesionistët e së drejtës, jo nga pjesa e politikës. Një problematik tjetër, siç u e thatë, është masat e sigurimit. Kemi pas një traditë në Shqipëri që masat e sigurimit të parat kanë qenë arrest në burg. Pra për çdo çështje dhe për drita dhe për lidhje energjie elektrike, Prokuroria e Përgjithshme ka dhënë arrest në burg në mënyrë shumë të gabuar në këndvështrimin tim. Këtë e ka trashëguar edhe Prokuroria e Posaçme. Në masat e para ka vendosur masat më të ashpra për çdo kënd, duke filluar nga personi më i rrezikshëm që mund të ishte trafikant droge ose trafikant tjetër armësh, deri te një, siç e thash, një punonjës i thjeshtë i fundit i administratës, i cili ka bërë një parregullsi të vogël. Nuk mund trajtohen të gjithë në atë formë në këndvështrimin tim. Duhet parë individi, sa është i rrezikshëm, duhet parë vepra penale e cilën ai ka konsumuar ose dyshohet deri në atë moment që ka konsumuar. Nëse nuk e trajtojmë në këtë formë, duke i ruajtur atij të gjitha drejtat dhe lirit themelore, atëherë themi që kjo është një nga kritikat që mund i bëjmë drejtimit të kësaj prokurorie. Më pas, duke parë çështje konkrete, është diskutuar dalja e pjesëve të materialeve të përdorimit personal, si për shembull telefonave, bisedave telefonike që kanë kryer shtetas në hetim, të cilat kanë dalë në media, janë trajtuar për vetë bisedën dhe jo për faktin si lidhen me çështjen penale. To duhet ishte diçka e cila duhet zgjidhe më mirë. Mënyra se si Spaku komunikon me gazetarët, me mediat, se si e jep informacionin, duhet ishte diçka që mund përmirësohej. Janë bërë disa avancime në këtë drejtim, por besoj është prapë është e pamundur. Këtë defekte ka dhe gjykata e posaçme, e ka defekt dhe gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm në problemin e komunikimit me media. Pastaj raste të tjera mund të përmendim shumë, trajtimi i dosjeve të veçanta, trajtimi i individëve të veçantë ka vend për përmirësim. Përmirësimi i metodave të hetimit, pra hetimi specializuar, rastet e gjetjes provës, vajtjet e provës, zgjidhja e disa çështjeve të komplikuara, delikate, rastet të korrupsionit në nivele të larta shtetërore, janë çështje të vështira. Hapja disa dosjeve të vjetra dhe mënyra se si ato janë trajtuar, që ka kaluar një kohë gjatë kohe, periudhe, dhe nuk është e mundur që të arrihet të shkohet te prova për shkak të kësaj mungese ose gjatësie të kohës dhe pamundësisë për të marrë provën konkrete. Kështu që gjitha këto mund të jenë kritika të vogla, them që nuk e prekin në tërësi punën e prokurorisë posaçme, duke pa rezultatet, se një organ matet nga rezultatet, matet dhe nga dobësitë, duke justifikuar rezultatet, them këto janë gjëra që mund të përmirësohen. Pra në kritikat të cilat ne i bëjmë dhe profesionistët ja kanë bërë në përgjithësi, janë gjëra që mund të përmirësohen. Këtu duhet të ketë ndikim jo vetëm prokuroria posaçme, mendoj, në përmirësimin e punës së saj, duhet të ketë dhe gjykata ndikim, pra sepse filtrin dhe kriterin dhe rregullsinë e bën gjykata. Pra akuza është prokuroria, i panderur i ka mbrojtësin, të dy ballafaqohen dhe shkojnë në gjykatë. Pra debati gjyqësor është shumë i rëndësishëm për të evidentuar se sa mirë ka bërë punën prokuroria dhe ku janë shkelur është bërë objekt debati, kritikët e kanë shfrytzuar këtë pjesë të sinkronizimit më tepër se ç'duhet të gjykatës posaçme me Spakun, çka është pranuar shkar zgjedhje nga vetë kreu i Spakut. Jo, pa diskutueshme. Balancimi i pushtetit është që prokuroria dhe gjykatat jenë krejtësisht pavarur, pra mundësisht të kenë dy mendime tërësisht ndryshme. Por në fokus të kenë ligjin dhe drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Pra pavarësisht se kush është i hetuar, pavarësisht kush është personi që shkon përballë tyre, prokuroria bën detyrën e saj, duke hetuar dhe duke ngritur akuzën, dhe gjykata pastaj del mbi palën, del dhe mbi palën e hetuar, del dhe mbi palën e prokurorisë posaçme. Kjo duhet të jetë roli real i gjykatës, nuk mund të jetë thjesht një plotësuese e prokurorisë posaçme. Sepse edhe Strasburgu mendon se është rritur fatura që do paguajë shteti shqiptar për çështje të ndryshme, pikërisht nga çedimet e drejtësisë? Them që nuk është vetëm pjesa Strasburgu dhe faturave, nuk lidhet vetëm me prokurorinë e posaçme apo gjykatën e posaçme, më shumë lidhet me prokurorinë e jurisdiksionit të zakonshëm. Një rast mund të marrë nga drejtësisë
në Po, përgjithësi? në drejtësisë në përgjithësi. Sistemit se Kemi pas shumë vendime problematike, të cilat na kanë ardhur me faturë të lartë nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Një pjesë e këtyre vendimeve të periudhës së zotit Dumani do trajtohen tashmë në të ardhmen në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Njerëzit. Besoj një pjesë nuk e ka ardhur akoma koha. Kujtoj për shembull rastin e në mos gaboj, ku SPAK ishte protagonist me Thoma Gëllçin në RTS-s për shembull. Sapo doja ta përmendja. Pra zoti Gëllçi është një rast ku Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka thënë që arrestimi, dalimi dhe masa sigurimit që ishte më e rënda, arrest në burg, ishte jo proporcionale dhe nuk duhet të vendosej për këtë shtetas, për karakteristikat, për kushtet në cilat ai ndodhej. Pra, marrë në këtë pikë, diskutimi që ne thamë, që lidhet me masat e sigurimit, me hetimi, pavarësisht se ai zotëria ishte dënuar në fund. Kjo nuk ishte rëndësi për Gjykatën Evropiane, rëndësi kishte fillimi i procesit, që ishte masa sigurimi dhe deri në fund si ka ecur kjo ecuri deri në gjykim. Pavarësisht dënimit, pra shpall i fajshëm apo i pafajshëm, i ka thonë që masa sigurimi ka qenë të pruar dhe kjo është një faturë që do ta paguajmë ne në vetvete, pavarësisht faktit, po më tepër është faturë drejtësie, pra ne duhet të jemi të kujdesshëm se si trajtojmë qytetarët në pjesën e masës dhe në pjesën e hetimit. Një tjetër problematikë e theksuar për shembull zvarritjet pafund proceseve gjyqësore. Pse ndodh kjo? Cilët janë shkaqet? Këtu futemi pastaj në pjesën e problematikave të reformës në drejtësi. Këtë e kemi ngritur me shqetësim shumë të lartë, sidomos avokatët. Kemi një situatë jo normale e krijuar në të gjitha gjykatën në përgjithësi. Kryesisht e gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm. Kemi çështje civile të cilat në gjykatën e Tiranës shqyrtohen në shkallë parë prej vitit 2020. Prej vitit 2021, 4-5 vite në gjykim pa marrë akoma zgjidhje. Pse? Sepse janë ndruar disa herë gjyqtarë, janë shkarkuar gjyqtarë, kanë ikur, janë larguar, kanë ardhur tjerët janë ngritur në detyrë dhe gjithmonë dosja ka bërë ping-pong midis gjyqtarëve të gjykatës dhe nuk kanë arritur qytetarët të marrin drejtësi. Problematik tjetër, Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili bën emërimet dhe transferimet e gjyqtarëve, njësoj si Këshilli i Lartë i Prokurorisë që bën emërimet e prokurorëve. Nuk ka arritur të emëroj qoftë gjyqtarë të ri, qoftë transferimet e gjyqtarëve të cilët duan të kalojnë nga një shkallë në një shkallë tjetër, nuk i ka bërë në kohë, i ka zvarritur, i ka shtyrë në kohë dhe ajo ka krijuar ngërç shumë të madh në sistemin e drejtësisë. Kjo është problematik e madhe. Gjykata Apelit sot shkrim 6 gjykata në Shqipëri dhe lam vetëm një, gjykatën e Tiranës, Apeli i jurisdiksionit përgjithshëm, shqyrton çështje të vitit 2017-2018. Njësoj edhe gjykata e Apelit administrativ. Pra këto dy gjykata të vetme në Shqipëri shqyrtojnë çështje të vitit 2017. Pra jemi 8 vite me vonesë. Gjykata e lartë ka një stok shumë të lartë dosjesh dhe nuk ka arritur dot ti pastrojnë në kohën dhe në mënyrën e duhur për të arritur në një normalitet pune. Dhe jemi me një ngarkesë të normales dhe në gjykatën e lartë. Dhe pritet dhe atje gjykohen çështje të shumë të vjetra, pra të viteve 2017-2018 dhe atje, pra që kanë shkuar në atë kohë me ankim, dhe pra ke 8 vjet që ke prit vetëm gjykatë lartë, dhe një 6 vjeçar në gjykatë Apelit, dhe një 5 vjeçar në gjykatë shkallës parë, llogaritë ka kaluar 20 vjeç, ose rreth 20 vjet për çfarë? Për të marrë një drejtësi ose për të marrë një zgjidhje të një konflikti krejt që mund të jetë nga krejt më banale deri ata më të rëndët për çfarë qytetarët i drejtohen organeve. Kërkesat duhet të jenë më të shtuara, media ka pas në trajtim dhe profesionistët e drejtësisë që organet e qeverisë së gjyqësorit, kryesisht Këshilli i Lartë Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk e ka bërë punën si duhet dhe nuk është në ritmin dhe në mënyrën se si e ka trajtuar ose se si ka dashur ta trajtoj reforma në drejtësi. A duhet ndërhyrë edhe një herë sipas teje në reformën në drejtësi? Shiko, mbas kalimit të një farë kohe, normalisht si çdo reformë mund të ketë nevojë për ndërhyrje, por ka pasur disa defekte kjo reformë të cilat duhet ishin trajtuar më herët ose duhet kishte pasur një mënyrë tjetër bërje të gjërave. Heqja e më shumë se gjysmës ose gati 60% të gjithë magjistratëve nga vettingu solli një kolaps të gjykatave normale. Pra duhet ishte bërë, duhet ishte hequr patjetër, mund ta diskutojmë, por mënyra se si u bë pa u zvendësuar me gjyqtarë të ri, sot shkolla e magjistraturës nuk arrin dot të plotësojë numrin e magjistratëve, qoftë për prokuror, qoftë për gjyqtar në të gjithë sistemin dhe kemi vakanca shumë të mëdha.
nuk u gjet alternativë tjetër dhe formulë tjetër për të futur njerëz profesionistë dhe me vite shumë, siç mund të jenë avokat, siç mund të jenë profesionistë tjerë që kanë pasur pozicione të larta pune, të futen në sistem si gjyqtar. Pra ka mbetur peng vetëm me shkollës së magjistraturës. Në një kohë që për të qenë gjyqtar i gjykatës lartë dhe për të qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese, nuk është e thënë që patjetër që të kesh qenë gjyqtar apo të kesh pas mbaruar shkollën e magjistraturës. Mund të kesh kaluar vetëm prej eksperiencës si jurist, si avokat, si lektori së drejtës e tjerë, pra disa zanate që lidhen ose fusha që lidhen me drejtësinë. To mendoj që duhen ripar, mund të ketë nevojë për ndryshim, nuk e di a ka më vullnet politik tani që ta prekin reformën ose të bëjnë ndërhyrje të cilat vetëm e përmirësojnë reformën. Unë shoh që vullneti politik tashmë është ta ndaloj reformën ose të bëj veprime që do e zbusë atë represionin që ka ndaj politikës kjo reformë. Për drejtësinë flitet ka gjithmonë për të folur shumë e më shumë, unë besoj se pikat kryesore i prekëm. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit të nderuar miq, pa shoq rikthehet sërish.